Kështu që Zanafilla kapitulli 2, vargu 24, është çfarë thotë? Për këtë arsye njeriu do të braktisë nënën dhe baban e tij, do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetëm. Perëndia i krijoi dhe i futi në beslidhje. I futi në besë me njëri tjetrin. Edhe kur bëjmë kështu ceremoni martesore, çfarë është një pjesë e fundit? Atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndaj. Edhe kjo është nga dy do të bëj një, thash Shkrimi dhe i dha mision. Shumoni, sundoni. Pjesa sundoni e bezdisti ligun. Sepse ai e humbi luftën me Perëndin, edhe luftën tani e ka me kë? Me atë që janë krijuar sipas imazhit Perëndis. Edhe Perëndia ju dha njerëzve sundimi mbi tokë. Prandaj do të them, ja të lexoj një thënie. Kur Perëndia ndërton diçka, i ligu vjen për ta dëmtuar derisa ta shkatërrojë. Çfarë do të gjëja që Perëndia po dëmton? Po, Perëndia po krijon. I ligu do vi për ta prish. I ligu të ndoi Adamin dhe Evën, të dy mëkatuan, të dy marrëdhënie të prishin. U prish marrëdhënia me Perëndin, u prish marrëdhënia horizontale me njëri tjetrin, vertikale me Perëndin. Ja ta them diçka, edhe kjo është gati për story. Nëse ke qef ta hedhësh në story. Sa herë që Perëndia fillon të ndërtojë diçka, e fillon me çfarë? Me familjen. Sa herë që i ligu fillon të dëmtojë diçka, e fillon me familjen. Më bëj tag dhe mua, pastori me mustaqe.com. Shiko, djalli është fiksu që do ta dëmtojë njeriu, do ta dëmtojë martesën që te kopshti i Edenit, që në Gjenezë, që në fillim, edhe s'ka ndalu. Pjesa jonë është kjo. Shiko, i ligu nuk ka turp fare për gënjeshtrat që po përpiqet të fusë mes njerëzve, edhe madje i thërret me artopalant, që kështu duhet bë, kështu duhet bë. Kurse ne ndonjëherë ne kemi turp ta themi të vërtetën. Edhe heshtim pse? Se kemi frikë mos ta vejmë vizën ato të tjerët. Mos na largon filan grup, mos ta bëjnë unfollow, mos ta heqin nga shokët, mos ta nxjerrin nga grupi i WhatsAppit. Shiko, kisha ka ndejur e heshtur për shumë gjatë. Pse? Sepse sot mes krishterëve, gjet krishterë që prishin beslidhjen edhe divorcohen. Gjen mes krishterëve që e kanë bërë normale seksin jashtë martese, pa u martu akoma. Gjen mes krishterëve, çuna dhe goca, që bashkëtojnë dhe as nuk skuqen, as nuk nxihen fare. Gjen mes krishterëve që kanë bërë kompromise me abortin. Gjen mes krishterëve, çuna dhe goca që shohin pornografi pa fund. Gjen mes krishterëve, pastaj hym ke kompromise të tjera, me të njëjtën gjini, kompromise në identitetin gjinor, pastaj shplahet fare, është duket sikur si dhalli. Ke parasysh, dhalli duket i bardhë gjithkohës. Sa herë që hedh ujë, ripoj i bardhë. Por kur e pin, ka ndryshuar shija. Edhe kjo është, kur bën kompromise, duket sikur shplahet fare. Në dukje mund ngjaj që ajo janë këtë krishterë, por shija e gjës ka humbë sepse janë bë kompromis pas kompromisi pas kompromisi. Tashti, sfida jonë është kjo. Ore, a do jetojmë jetën siç e thot Bibla? A do i themi të vërtetat siç e thot Bibla? Pse? Sepse familja po sulmohet vënqës, po sulmohet, po dëmtohet, po shkatërrohet, po gjuhet, po në gjithë anët. Edhe ja vlen të luftosh, sakrifikosh, të përpiqesh për familjen. Edhe për ta fillu, edhe për ta ndërtu, edhe për ta mbajt. Nuk ka si familja. Ja ta ilustroj me pikturën më të famshme në botë, Mona Lisa. Kjo piktura është në Francë, te muzeu në Louvre, edhe nëse shkon në Paris me pa këtë pikturën, ku ndodhet aty, së pari do të kalosh një security, sikur hyn në aeroport, qa ke me vete, qa s'ke me vete, edhe pastaj dhoma ka temperaturë konstante, madje ka xham antiplum. Dikur kur vendos në vitin 1950, u vendos për herë të parë në këtë muze, ishte në një mbajtëse të thjeshtë në mes të kësaj dhomës. Njerëzit mund të afroheshin, madje edhe mund të preknin.
Deri kur? Deri kur dikush erdhi edhe i hodhi acid edhe e dëmtoi. Momentin që u hodh acid, u vun shkallët e sigurisë. 1 shkallë, 2 shkallë, 3 shkallë. E di pse? Sepse është piktura më e çmuar në botë, sot vlen $900 milion. Kjo gjë e atë. Shumë e shtrejtë. Që i bie, ne si njerëz në natyrën tonë, kur e dim që një gjë ka vlerë, e di ç'a bëjmë? Ne bëjmë i copash si ta mbrojmë. Si ta mbrojmë, të kujdesemi fort për të. Edhe puna është, po kur vjen të familja, pse nuk pa e mbrojmë? Ore, mos nuk pa e çojmë aq sa duhet, mos nuk pa e vlerësojmë aq sa duhet. Edhe ka njerëz që thonë, ore, pse të krishterët flasin kaq shumë për familjen? Pse nuk janë dakord me martesa të njëjtës gjini? Pse ngren zërin për identitetin gjinor, për sportin transgjinor, apo të drejtat e gejve për të adoptuar fëmijë, etj. A e di pse? Sepse familja është e shejtë. Ka shumë vlerë, është shumë e çmuar, ka vlerë shumë të lartë. Martesa është made by God. Ke parasysh kur ke një bluzë të bukur ti që është made by një firmë shumë serioze? Kujdesesh me çat temperaturë do e lash. Kujdesesh me çat temperaturë do e hekurosësh. Kujdesesh ku do ta varësh, ku do ta vesh. Pse? Është gjë e shtrenjtë. Martesa është shumë e shtrenjtë. Është made by nga më i madhi për kretëve. Është e krijuar nga Perëndia, që i bie nuk e caktojmë ne vlerën e martesës, nuk e caktojmë ne ç'është martesë, e ka caktuar ai. Kështu që e them këtë gjë duke patur respekt për çdo që na ndjek online e që ka bindje të tjera në lidhje me këto gjëra. Unë jetën time që para 30 sa vitesh, për herë të parë kam taku 2 çuna që ishin gay edhe ishim në ushtri bashkë, 2 çuna. Në 94-ën, rrugës kam takuja 10, 12 apo më shumë të tjerë. Edhe shumë herë pas herë kanë ardhur, kanë vizitu kishën tonë, edhe jemi ul, kemi fol, kemi respektu njëri tjetrin, kam punu me disa në një projekt, i kam respektu shumë, i dua fort, më duan shumë, me kuptimin e drejt për drejt të fjalës. Por, kur më kam pyetur, e kam thonë atë që besoj. Ju du fort, ju respektoj, por, kjo është çfarë thot Bibla. Ti nuk bi dakord, kjo është zgjedhja jote. Ama kjo është çfarë thot Shkrimi. Fakti që dikush zgjedhë stil tjetër jete, kjo nuk do të thotë që ne jemi të ashpër, e ti shajmë, e ti bëjmë rrugë, e ti kapim kështu me shpulla apo me gur apo me druj apo me çfarë do gjëje.